kam qenë duke u qetësuar. Kam qenë duke qetësuar veten time. S'kam qenë pa qetë dhe i smur nuk jam. Mos dëgjoni mashtrimet e njerëzve, mos e lini njerëz t'i mashtrojnë. Yes, way. A mes qilot ty, dhe mua më kishte marrë ma. Kishte marrë ma e shumë. Vajta në Shqipëri, edhe uftova tani jam në një shtet që jam në një vend që s'mundem t'i tregoj, po shumë shpejt të i tregoj diçka speciale. I nxjerr diçka shumë speciale edhe të veçantë. I lutem shkeni like të tërë like, hajde vemi te 1 milion like se fillojmë pak diskutime, pak muhabet. Për juve që më keni ndjekur, e dini që kam qenë në një uftim shumë të madh. Jam marrë me shumë mashtruesa. Po, në këtë uftim kam kaluar shumë njerëz të mirë, kam takuar shoqëri të mirë, edhe jam mësuar me shumë gjëra. Për ata që më gënjën, inshallah Zoti i shikoft, edhe ata që rrin duke folur emrin tim, për të marrë çik audiencë, mos u vini re. Unë nuk kam bërë blok, sniperisti. Unë ju kam bërë blok të tërë atyreve që më vinin fillim, edhe qaseshin si Gjak Pirsave u kam bërë blok në maksimum, edhe nuk i lejoj fare të vinë me këtu. As nuk munden të vinë me, duhet hapin akaunte të reja të qasen këtu. Yes, me, hum, me. 7.000 veta, të tërë shkeni like, ju lutem shkeni like, momenti që të vemi të 1 milion likes, nisni request, të tërë nisni request, të ofruhem do bëjmë pak muhabet, mbas tërë këtij uftimi. 7.100 veta mirë se erdhët e platformi TikTokut. Unë jam Gucci. Shok më frasin Gucci, emrin e kam Fabian Gucci. 2 minuta, okej. Edhe 2 minuta, jemi te 700.000 likes. Për edhe kemi 2 minuta live, po kapim 700.000 likes. Hajde, gati e kapim, edhe 300.000 likes tjerë. Like, 7.500 veta, mirë se erdhët. Faleminderit që po më jepni support, faleminderit për tëra mesazhet pozitive. Edhe më falni që keni dëgjuar shumë gjëra, shumë sharje, keni dëgjuar shumë njerëz duke ju mashtruar. 8,000 people watching, I appreciate the support. Please keep clicking like. The minute we hit 1 million likes, we're gonna start opening conversation. As you lot have been following, I got invited to Dubai, all for a chance of having a new life, having a job, something legit. And it just looked like people were so hungry to take a bit of audience, and they just lied to me in every single angle. I ended up in Bangkok, kept getting chased in Bangkok. They found my location when I went to Germany after a 12-hour flight. From Germany, I had to change locations until I went around my own family. Now I'm in a safe location, and we're here, 1 million likes për në 4 minuta. Po thuaj të hap requests, I'm opening requests, let's start talking. Okay. 9.000 veta që po në ndishtë, sniperist, faleminderit. Gucci! Hey man. Ku je Fabian djali? Mirë.